إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi I takon Allahu Dhul Gjelal, I cili na ka bërë prej dinit Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina, dhe lusë Allahu Dhul Gjelal që në këto salavate me pas edhe në një pjesë, pasi që kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I fundit I tina. Dhe sot inshallah do të folmi për një mesele e cila secilin për neve ka dhe njëherë na prek. Kjo shka është, secilin për neve ka dhe njëherë mund të më konë udhëtar, mund të më konë I smut, ashtu që duhet të thot njerëju me ditën gjykimet e Ramazanit, apo hukmet e Ramazanit. Për atë arsye se Ramazani nuk ka ardhen për me na I randue jetën, por ka ardhen me na I lehtësue, që shpëthot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu Dhul Gjelal po ka qef që juve me avletësu e mos me avranue juve. Ashtë një për shokët për Ameri sallallahu aleyhi wasallam, shka shpesher e kini ngue, e ka pas emrin Enes ibn Malik. Edhe këtë hadith dhe thot të transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi, ku thot se rahas Allahu lil musafiri wal marid wal murdi. Allahu Dhul Gjelal ja ka lehtësu musafirit edhe ja ka lehtësu dhe thot smutit, edhe ja ka lehtësu hamil wal murdi. Hamil I vjen gruja shka në 7 zonë, edhe gruja e cila jep gjinj. E qëtënve 4 vetave me hadith për Ameri sallallahu aleyhi wasallam, Allahu Dhul Gjelal jav ka lehtësu. Apo ka hadith e tjera ku folin se ishmi së bashku me për Amerin sallallahu aleyhi wasallam në udhëtim, e disa agjinonin, e disa hanin, e për Ameri sallallahu aleyhi wasallam si a prishke asnjonit. Të thot ishte heshke, ishte razi me punën e tenve qka ata e pënojnë. E për atë arsye pra nëse dikush në Ramazan ka da një udhëtim, ose ashtë I smut, ose gruja ashtë 7 zonë, ose ashtë të dhonë gji, dhe thot këtinve ju lejohet me hangër Ramazanit. Po qysh ju lejohet? Ju lejohet që kur të bojnë ma mirë, ose kur të kthehen për udhëtimit, ose kur të nalet shtatzania, ose kur të nalet gjithanja, me e kompenzu ditë për dite, me bon ditë për dite. A e kemi qarë që të punë? Ama te smuntia ka diçka qetër. Ka disa smuntia të cilat shnoshen, ama ka disa smuntia të cilat nuk shnoshen. Për shembull, vjen dikush me thik të angullti e trang, e do të me të quhe në braci, e me të vënu infuzijat edhe me të bon ameliat ati. A munësh me mojtë Ramazan? Së munësh me mojtë Ramazan. Ama kur ti hekin infuzijat edhe kur bon është ma mirë, atër dhe thot munësh me agjenu, pse se je I shnosh për marak. Ama nëse dikush ashtë I smut, pidane smundjes kronike e cila nuk shnoshet, atër ki nuk e kompenzon, po ki qka, ki e la në Ramazan në vetë. Dhe thot për se cilën dit, shka e ka hangër, ka me pagu e ka një fitër. Fitrat të cilat dhe thot japin fund Ramazanit, apo ma mirë me ditën, kështu ma shkurt, I ban 100 kg mil, edhe jep da një fukarajës, edhe me 100 kg mil, e la në dhe thot, qka e la në Ramazan në vetë. Apo na për shtëpit e tona, kemi plot pleq, të cilët gjunohet, kanë agjinu, kërë janë konë 3, edhe të resa janë konë mirë, ama qëtaj mo kam rinë pleqnijën e vonshme, nuk mundet me agjinu.
edhe nuk duhet ai me lodh vetin e vet. Po çka, do thot kur të bëhet sosët Ramazani, i jep 100 kg mill, edhe inshallah e kompenzon Ramazanin e tina. Ose për shembull, kemi dani plak të shtëpia, shka gjunoj s'man men, e pëton, ju ka fshim me mëruj, herë ashtë mirë, herë kesh, herë kani, herë, edin ka lëdoj sene, edhe ki dhe thot, nuk obligohet ma gjinu, por shka ki e lan Ramazanin e vetë. I jep një 100 kg mill dani fukarajs, edhe me ata dhe thot, lahet Ramazani i tina. Ndërsa, për qëto 4 grupa, shka janë qëtë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, musafiri nja, i smuti shka ka shërim, 2, gruja shka është shtatzon, gruja shka jep gji, këto do thot kur t'ju rrotlohet situata, kur të kthehet pi udhëtimit, e agjinon ditë për dite, ose kur shnoshet, e agjinon ditë për dite, ose kur të lirohet pi barës, e agjinon ditë për dite, ose kur të soset gjithonja, atëherë agjinon ditë për dite. Do thot do të mi dallue të smutit të cilët kanë shërim, edhe të smutit të cilët nuk kanë shërim. Për këtë arsye pra, Allahu Dhul Xhelal në Kur'an po na thot se Allahu ja ka prue Ramazanin lehtësim, jo ja ka prue randim. Pse? Se ka dhënë herë do thot po bojnë hajgare njerëzit. Qysh po bojnë hajgare? Atina e rifit i ka ra të fikt, e kanë morë, e kanë quë në spital, ja kanë vënue infozijan, edhe i thonë qepi ujë, jo dhe jam të mojtë Ramazan. Po qysh të mojtë i Ramazan, të kanë bon këtë me infozia shosh, jam të mojtë Ramazan. Allah i shpërblef për imanin shka e kije, edhe Allahu shpërblef dhe thot për mendimin e mirë shka e kije, ama ti je i smut, edhe këtë pun do të me kuptu shumë musliman, do të me ditë kura i smut, apëton Allah i nuk lip, për tina mu smu hala ma shumë. Pse? Se nëse ti agjinon edhe e ketëson do të thot situatën tane, ti e ke mit vetin, ha? E Allahu nuk ashtë raziti me mit vetin, pa Allahu po ka qef me ta ashtu imanin, edhe me ta ashtu e shnetin. Pse? Se shumë njerëzi kanë bo eksperimente dhe kanë po që Ramazani ka një filtrim i trupit njerit ketë, komplet, apo këton. E po që taj ti nuk je për me filtru vetin, po je për me hangër, për me majtën shnetin. Ama i qetri shka në shumë shnosh, a i ke pa këtë njëherë shkon të doktori, thot, vallaj dush me thonë gjak se pas ke shumë. Pse? Dush mu filtru. E filtrimin matë mirë, shka Allahu Dhul Xhelal ka dasht me abone njerit, shka ja ka quë Ramazan. Ama kujna, atina shnoshit, jo atina shka në smut. E na, këto mesele do të mi pas qarta, për atë arsye se cili, do shta të shpia e vetë, ja ka ja dani musafir, ja e ka dani smut, ja e ka dani gruje shtatë zonë, ja e ka dani gruje të dhonë gji, edhe dhe thot, do të mi dit na këto situata. Për këtë arsye pra, po i spjegojna këto mesele se do shta dikujna i vjen marre me vetë, a pëktan. Aman këto gjanë dhe thot nuk ka marre, dini ashtë i qartë, dhe thot do të me dit taman se cili obligohet me Ramazan edhe cili nuk obligohet me Ramazan. E inshallah Allahu Dhul Xhelal na i pranon Ramazanin, që ata shka kanë agjinu, e inshallah Allahu Dhul Xhelal i shnosh që ata shka kanë qef me agjinu, po s'mujnë me agjinu, e inshallah ata vllaznit të cilët i kena në udhëtim, inshallah na kthehen me të mira. Zoti është përblef të gjithve, për atë arsye se secili fillim e ka dhe fundin. Që apshe java parë shkoj sigur thuhet që kur ke java parë, apëton. Pse? Se ditët me tje me hecin shumë shpejt, e në veçanti kur donë me bo një adhurim. Dhe thot shumë shpejt hecin. E lumë për aj, shka i ka shfrizu, i ka falë taravijat. Lumë për ata, shka i ka shfrizu, ka lizu Kur'an. E lumë për ata, shka i ka shfrizu, edhe ka bon dhikër. Ha? Se për dhikrëve më të mira që dajnë në Ramazan, shka është me thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. E shkojnë këto ditë shumë shpejt, shfridzoj, për atë arsye se sevapin e kije shumë të madh. E kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.